në 5 janar të vitit 91, në rreth një muaj pas vendosjes pluralizmi politik, Ramiz Alia i ka dekoruar me dekorat shumë të lartë të gjithë pothuajse vrasjet e oficerët përgjegjës për vrasjen Kufi, përfshi dhe individin i cili është në kërkim ndërkombëtar Binaj për vrasjen e famshme në zonën e Shkodrës. Dhe dekorimi ju ka dhënë imunitet politik. Ka qenë një mesazh drejtuar forcave të sigurimit të kufiri që kanë mbrojtje të lartë që nga presidenti i Republikës, parlamenti dhe strukturat e larta politike të vendit. Krimet e regjimit komunist të udhëhequr nga Enver Hoxha e pas vdekjes së tij nga Ramiz Alia mbeten të padënuara ende sot. Ndryshe ka ndodhur në vendet e tjera ish komuniste. Në dosjen e Moir Berlinit të gjitha rastet që janë hetuar dhe individ janë vendosur para përgjegjësisë. Në rastin e Rumanisë, Bullgarisë ose Çekosllavakisë, ku ka pasur ashtu raste të vrasje apo të humbjes së jetës për shkak të përgjegjësisë, ashtu ka pasur vendosje në masa të ndryshme të asaj quhet drejtësisë tradicionit. Në Shqipëri nuk ka asnjë rast. Nuk kemi asnjë rast të vetëm kur viktimat dalin në mënyrë publike dhe pranojnë që për individin tonë është vendosur drejtësi.